Epizodi i 11 i sezonit 6 podcastit Flasim. Si gjithnjë, fillojmë me shënimet e javës. Këto shënime sot natyrisht që nuk mund nisnin përveç se me urimin për dy festa të bekuara në këtë truall të vllazërisë fetare që është Shqipëria jonë. Dy festa që këtë vit përkojnë edhe me ditët që çelin pranverën. Fitër Bajramin dhe ditën e Novruzit. Urime nga zemra të gjithë besimtarë musliman pas një muaji lutjesh, vetëpërmbajtje dhe reflektimi, me dëshirë vllazërore që shëndeti, paqja dhe buzëqeshja të mbretërojnë në familjet e tyre. Gëzuar po ashtu të gjithë besimtarëve betashi dhe qoftë dita që simbolizon rilindjen, shpresën dhe fillimet e reja vetëm e para e një vargu të gjatë ditësh të mbara për ta dhe për dashurit e tyre. Por padyshim uroj që të tilla të jenë edhe ditët që ka përpara Shqipëria jonë dhe jam besim plot se ashtu do të jenë. Shqipëria vazhdon me një ritëm të qëndrueshëm rritje ekonomike, duke u pozicionuar ndër vendet me performancën më të lartë për vitet në vijim, sipas parashikimeve të institucioneve financiare ndërkombëtare. Në Shqipërinë 2030 pritet një rritje prej rreth 32% e prodhimit të përgjithshëm kombëtar, çka na vendos në grupin kryesor të ekonomive me rritjen më të qëndrueshme, por edhe më të lartë gjithmonë sipas atyre organizmeve, jo sipas thjesht qeverisë shqiptare. Dhe kjo rritje nuk është rastësi. Ajo mbështetet mbi themelet që hapëm dhe fortifikuam me reformat tona kurajoze të shumë pritura dhe të shumë munguara për dekada dhe që e kanë vënë vendin në kushtet që të ecë përpara me shpejtësi. Është një rritje që mbështetet në sektor që janë në zhvillim të vazhdueshëm, në ndërkohë që patjetër ajo çka është edhe më e mira e prekshme në këtë proces rritje është rritja e vazhdueshme e pagave. Jo vetëm në sektorin publik, po tani më dhe në sektorin privat, sidomos për të gjithë ata që kanë një kualifikim caktuar apo zotrojnë një zanat. Dhe kjo është edhe një thirrje për të gjithë shqiptarët jashtë vendit që të vazhdojnë të shikojnë me optimizëm mundësinë e kthimit në Shqipëri, pasi për shumë prej tyre Shqipëria sot ofron më shumë se sa vendet ku ata janë, në ndërkohë që përtej asaj që ofron drejt për drejt për sa i përket punës dhe pagës, ofron edhe ngrohtësinë e shtëpisë. Kur miratuam buxhetin e vitit 2026, vendosëm të japim mbrojtjes afro 12% më shumë fonde se sa viti më parshëm, gjë që ishte natyrisht edhe rezultati i angazhimit ton për t'i qëndruar skedulës së rritjes financimeve të vendet NATO-s, por edhe për t'i qëndruar zotimit për një trajtim gjithnjë më dinjitos të forcave tona të armatosura. Në fund shkurtit, vendosëm dhe rritjen e pagave për ushtarakët me një efekt të drejt për drejt nga janari dhe në mbledhjen e fundit qeverisë kemi miratuar dhe mbulimin e kostos të transportit për çdo ushtarak aktiv. Ky është një hap i shumë pritur dhe i mirë pritur nga të gjithë ata që nën uniformën e forcave tona të armatosura i shërbejnë vendit në çdo front dhe synimi ynë mbetet një pagë konkurruese dhe një trajtim financiar që deri në fund të këtij mandati do të jetë në mesataren e vendeve të NATO-s. E thënë ndryshe, deri në fund të këtij mandati, objektivi
i parashikuar dhe në ndërkohë i përkthyer në një plan rritje të pagës është që paga e ushtarit bazë në Republikën e Shqipërisë të rritet me deri 70%. Shqipëria mori një vlerësim pozitiv nga raporti i mirënjohur i Freedom House, i cili është një raport ndërkombëtar për lirinë në botë. Liria në botë 2026 ishte raporti i këtij viti. Dhe është një zhvillim që ja vlen të përmendet edhe pse unë të gjitha raportet përveç atij të Komisionit Evropian, të cilin e marr 100% të mirëqen, i marr me një farë rezerve pasi bazohen në metodologjira dhe në rrugë anketimi që jo gjithmonë janë të qëndrueshme. Gjithsesi, ky është një ndër ato raporte që meriton vëmendje dhe i cili respektohet përgjithsisht. Kështu që sipas këtij raporti, vendi ynë ka shënuar jo vetëm një përmirësim në raport me parë, por është renditur si vendi më i vlerësuar në rajon për shkallën e lirisë. Dhe ky rezultat na vendos në krye përpara Malit-Zi, Maqedonisë së Veriut, Kosovës dhe Serbisë, duke reflektuar edhe një progres në raport me rajonin. Ndërkohë që edhe në aspektin e drejtave politike dhe funksionimit të institucioneve, progresi është i dukshëm, ashtu siç vlerësohen edhe përpjekjet në luftën kundër korrupsionit dhe në transformimin e sistemit drejtësisë. Por ajo që e bën këtë rezultat më domethënës është fakti se kjo vjen në një kohë kur në nivel global liria, demokracia janë nën presion dhe në rënje në shumë vende të botës. Edhe pse unë nuk jam një tifoz i flakt i raporteve, e thash edhe më parë, e din të gjithë, gjithsesi kjo është një ditë shënimesh ku jo një, po 2 raporte zën vend, dhe ky i dyti është me një vlerë të veçantë në ditët e sotme, pasi është raporti për sigurinë kibernetike. Dhe për ne kjo ka një rëndësi të veçantë sepse ne jemi në fokusin e një armiku që na sulmoi në mënyrë të pamëshirshme disa vite më parë, duke na gjetur jo plotësisht përgatitur, po pa mundur të na bëj dëmin që parashikonte dhe na sulmon për ditë, po tani më pas një sukses, apo me ndonjë gërvishje të lehtë fare, siç ndodhi me disa materiale krejt pa asnjë rëndësi të Kuvendit të Shqipërisë, edhe për shkak se sistemi i Kuvendit nuk është ende plotësisht integruar në sistemin tonë të mbrojtjes. Sipas këtij indeksi ndërkombëtar, Shqipëria renditet në 10-shën e parë. Tani, kështu është. Dhe hyn në një grup shumë të kufizuar vendesh me performancë të lartë në fushë. Dhe në këtë rast kjo përkon plotësisht me testimet e sistemit tonë mbrojtjes. Ne kemi ndërtuar një sistem mbrojtje që është vërtet i një niveli shumë të lartë. Kemi forcuar strukturat përgjegjëse për sigurinë kibernetike dhe patjetër që duke i përmirësuar në vijimësi kapacitetet e reagimit ndaj kërcënimeve në hapësirën digjitale, si e duke bashkëpunuar me partnerët e duhur, me kur ajo kemi implementuar, jetësuar një sistem inovativ dhe faktikisht kemi zënë një vend në pjesën më të sipërme të klasifikimit të përgjithshëm në rang global si rezultati të gjithë këtyre zhvillimeve. E lash në fund këtë shënim jo për nga rëndësia, po përkundrazi, sepse është një shënim që përkon me një moment jashtëzakonisht të ndërlikuar në rang global, që ka impaktuar drejt për drejt
të gjithë zinxhirin e furnizimit të karburantit dhe që reflektohet në mënyrë agresive në rritjen e çmimit të naftës. Kemi folur për këtë gjatë ditëve të fundit, është një temë që kërkon vëmendje dhe ka vëmendjen tonë të vazhdueshme orë pas ore, dhe siç e kemi thënë, kemi ndërmarrë hapa konkret, është ngritur një task force në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave, me qëllim që të rritet kontrolli dhe të evidentohet çdo lloj abuzimi i mundshëm në treg. Nuk janë vënë re abuzime, monitorimi vazhdon dhe duke qenë se çmimi ka pasur një tjetër kërcim, është marrë vendimi që të hymë në regjimin e bordit të transparencës, i cili do të sigurohet se nuk do të ketë përfitues apo profiter, siç i thonë në anën tjetër të bjeshve, që do duan të shfrytëzojnë krizën për të futur më shumë para në xhep. Në të njëjtën kohë, është marrë dhe një vendim tjetër për të ndërhyrë me një masë të përkohshme, gjë që po e bëjnë dhe vendet tjera, në akcizën e naftës, duke i bërë asaj një ulje me rreth 20%, në mënyrë që të lehtësohet, si thuash, disi bara mbi përdoruesit e automjeteve. Por ndërkohë dua ta them shumë qartë që në fund të ditës ajo që ne na intereson e para është që të mbrojmë pensionistët. Që do thotë se në këtë rast niveli i rritur i përfitimit që do të vi në arkën e shtetit nga rritja e çmimit, cili do qoftë ai pas uljes që ju bë akcizës, do të shkojë vetëm për të mbrojtur pensionistët, vetëm për të mbështetur pensionistët. Në të njëjtën kohë, ne po ecim me shpejtësi, nga njëra anë për projekt ligjin, për rezerva strategjike, i cili ndodh në konsultim publik, është një proces i nisur përpara se të fillonte kjo krizë e re që lidhet me humbjen e baraspeshës së botës në rang global, gjë e cila po provokon kriza pas krizash, dhe nga ana tjetër, paralelisht, ne po përgatitemi që të fusim në treg një faktor publik, një forcë të re, e cila do të ketë barën që së bashku me një sër masash tjera të bëj një ndërhyrje domethënëse në vendosjen jo vetëm të një ekuilibri në aspektin e çmimit në tregun e naftës, por edhe të një niveli krejt të ri për sa i përket transparencës së atij tregu, për sa i përket lëvizjeve të naftës në Republikën e Shqipërisë dhe për sa i përket edhe një fenomeni ende të pashterur në këtë aspekt që është evazioni dhe kontrabanda e naftës, duke përfituar dhe nga regjimi tranzit dhe duke bërë marifete të cilave ju ka ardhur fundi. Ne do të ndërhyjmë dhe besojmë shumë që në një periudhë jo shumë të largët do të tregojmë me fakte që ndërhyrja ka qenë një ndërhyrje në të mirë të shoqërisë, në të mirë të përdoruesve të automjeteve dhe të konsumatorëve të naftës, po mbi të gjitha në të mirë të gjithë atyre që nuk dotin dhe nuk ja kanë për borxh atyre që ndotin duke ngar makina me naftë që në ndërkohë të paguajnë një